Shqipëria e konsideruar Tajlanda e Europës që duket si një parazit tropikale është vetëm pak orë larg nga Britania e Madhe, xhavahiri i fshehur i Europës, që duket si një parazit tropikale me ujëra bruz dhe peizazhe mahnitse, është jo shumë larg me aeroplan. Kështu shkruan një artikull të botuar në të përditshmën britanike Express, Adi Terrain. Ndërsa miliona pushues dyndën në Tajland çdo vit për të vizituar ishujt e saj ikonik tropikal, ekziston një perle fshehur europiane që ofron një përvojë të ngjashme shumë pranë nesh. Lumi Shal është quajtur Tajlanda e Europës, duke ofruar një copës parajze, pa patur nevojë të udhëtoni për orë të gjata dhe me çmime të përballueshme. Ai krenohet me ujërat bruz dhe peizazhet mahnitse, duke ofruar një përvojë egzotike në zemër të Europës. I përkryer për një arratisje vjeshtore, Shqipëria ofron temperatura të ngrohta, prej rreth 25 gradë në tetor, duke e bërë atë vendin ideal për adhuruesit e plazhit në fund të sezonit. Turistët që tërhiqen nga vija bregdetare e Tajlandës, rreth 1500 milje e gjatë, me shkëmbim gjelçëror dhe në New York koral dhe plazhe mahnitse, Lumi Shalës i Shqipërisë paraqet një alternativë të jashtëzakonshme. I arritshëm vetëm me anija i gjarpëron përmes Alpeve spektakolare të Shqipërisë, me ujërat e tij mahnitse të pastra dhe malet smeraldi, mund të ngatrohet lehtësisht me një nga ishujt e largët të Tajlandës. Kërkuesit aventurave i pret një kënaqësi e madhe pasi zona Lumit të Shalës ofron aktivitete si zhytje, not, kajak, ecje në natyrë, të gjitha në një mjedis të rrethuar nga bukurinë natyrore. Megjithatë, Lumi i Shalës është po aq ideal për vizitorët që duan të shlollen me atmosferën e tij të qetë, që ofron peizazhi pranë bregut. Atmosfera e largët dhe e qetë e lumit ofron një pushim pa kosto të lartë. Bukuria e këtij rajoni nuk ka kaluar pa u vënë re as në rrjetet sociale. Një përdorues i TikTokut ndau një video të Lumit të Shalës dhe shumë shikues u habitën kur mësuan se vendi me pamje tropikale ishte në Europë dhe jo në një nga ishujt në Oqeanin Indian. Kam qenë në Shqipëri disa herë, është vendi im i preferuar i të gjitha kohërave, kam multuar shumë, do t'ua rekomandoja të gjithëve, thot një komentues. Mendova se ishte Tajlanda, shpreh një tjetër. Qasja në Lumin e Shalës kërkon një udhëtim me varg nga porti i liçenit Komanit, por vizita në këtë vend shpërblehet më shumë nga peizazhet mahnitse natyrore. Zona mbetet relativisht e paprekur, ndryshe nga plazhet e mbushura me turistë të destinacioneve më të famshme, duke e bërë atë një thesar të fshehur. Udhëtimi nga Shqipëria ofrohet përmes fluturimeve direkte të disponueshme nga disa aeroporte kryesore të Britanisë dhe kosto e fluturimit është 20 pound, duke ofruar një mundësi të përballueshme për vizitorët britanik që kërkojnë një klim të ngrohtë dhe një udhëtim të shkurtër, e përmbyll përshkrimin e saj Britannica Express.